Perimet zënë një peshë të konsiderueshme në furnizimin ushqimor në vend ku sipas të dhënave të Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë për vitin 2023 rezultojnë disa kategori kryesore që së bashku përbëjnë qindra kilogram perime të disponueshme për frymë gjatë vitit. Sipas bilanceve ushqimore të FAO, domatet mbeten ndër perimet më të rëndësishme. Sipas të dhënave për çdo banor në Shqipëri rezultojnë rreth 97.2 kg domate në vit, një tregues që reflekton rolin e tyre të fortë në dietën tradicionale dhe në përdorimin e përditshëm në kuzhinë. Një pjesë të konsiderueshme zënë edhe patatet me rreth 52 kg për frymë në vit. Patatet vazhdojnë të mbeten një nga produktet bazë ushqimore që përdoret gjithësisht si në familje ashtu në sektorin e shërbimeve ushqimore. Ndërkohë nga ana tjetër qepët përbëjnë një tjetër komponent të rëndësishëm të konsumit të përditshëm me rreth 39.3 kg për frymë në vit. Kjo kategori reflekton përdorimin e tyre pothuaj në çdo gatim, duke i bërë një element të domosdoshëm në strukturën e ushqimit. Në krahasim me këto produkte, fasulet zënë një pjesë më të vogël me rreth 6.2 kg për frymë në vit furnizimi disponueshëm për konsum. Në total të dhënat tregojnë se furnizimi perime në Shqipëri është i shpërndarë në disa kategori kryesore, por dominimi i kategorisë perime të tjera tregon se një pjesë shumë e madhe e konsumit vjen nga produkte të ndryshme sezonale, si speca, kunguj, kastravec, patallxhan dhe zarzavate të tjera me një peshë prej 246 kg për frymë në vit. Të dhënat bazohen në bilancet e ushqimore të FAO dhe matin sasinë e perimeve të disponueshme për konsum për frymë gjatë një viti. Ky tregues përfshin prodhimin vendas dhe importet, por nuk përfaqëson domosdoshmërisht sasinë që konsumon realisht çdo individ, pasi nuk përfshin mbetjet ushqimore në nivel familjar.